Jemi tek ferma dhe shtëpia e zotit Shefki Haxhia. Sot është data 15 korrik 2009 dhe kemi ardhur të shikojmë rezultatet e aplikimit të pleut organik B5A. Zoti Shefki, kur e kemi aplikuar? Kemi aplikuar rreth 15 ditë deri në 17 ditë më përpara. Po, në çfarë datën? Datën 29? Në datën 29 qershor. Datën 29 qershor. Ku e aplikuam? Mund të na tregoni më afër? U aplikuar në 2 rajonde. Shikojmë se kjo që është një olli prantoj dhe një tjetër që është olli për krypje kalinjot. Po. Çfarë dallimi vëreni këtu? Tash dallimet më duket tek gjethet, shumë fishimi i llastarëve të ka më shumë llastar. Ka më shumë llastar, gjethet më të mira dhe një rritje më fuqishme se sa në të tre rrojë tjera të ullit. Mund ta krahasojmë me një rrënjë tjetër? Ja, mund ta krahasojmë me të njëjtën lloj. Me të njëjtën lloj. Ne siç e pa më te ulli prantoi aty me ullin tjetër. Shikoni këtu, dallimi është i dukshëm, sepse atje ishte shumë i dendur, me shumë llastar, kurse këtu ja shikoni llastar, një deg me 3-4 llastar, kurse atje ishte tepër i dendur. Pra llastarët janë shumë më shumë se sa ke ky ulli. E kështu që them, ka një efekt, për mua ka një efekt mirë. Faleminderit. Duke qenë sepse bëhet vetëm një trajtim. Një trajtim. Nuk është provu të 3 lloje, duke filluar nga nëntori, marsi dhe tash dinte. Pra kjo është një dukuri e këtij lloj preparati, e cila them që do të jetë me vlerë në të ardhmen. Faleminderit.